Përshëndetje, miqtë, jam shumë e lumtur të ju shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim. Jam Igena Neli për ju që jeni për herë parë këtu. Sot jemi duke folur për një metodë shumë interesante. Bëhet fjalë për propozimin për martesë. E di, okay, do thoni juve, po ç'më duhet mua propozimi për martesë? Un jam 80 vjeç, un jam 45, un jam e martuar, jam me kalamaj. Çoja mbesës tënde, çoja njipit, çoja djalit, çoja vajzës, i thuani dhe atyre të na bëjnë subscribe, të më bëjnë mua dhe të na ndjekin në këto video të cilat unë i sjell për ju, sepse këto janë mënyra se si edhe të rinj, veçanërisht të rinjt, të arrin të rregullojnë jetën e tyre, pa që nevoja për të stërmunduar, duke thënë që edhe gocat e reja nuk duhet mendojnë kurrë që ty të duhet fillimisht një bashkëshort si si Kanye West, që i siguroi Kim Kardashian miliona ndjekës edhe miliona fitime, dhe pastaj pavarësisht se ata u ndan, vazhdojnë të kenë para. Ti mundesh t'ja dalësh edhe duke mos e pasur sponsorin. Por propozimi për martesë konsiston pikërisht në këtë lloj mënyre manifestime, kur ti ulesh dhe i thua manifestimet e tua, vendos në radhë të gjitha mendimet e tua, sepse për ty që je i re dhe nuk do që të shkosh në atë rrugë që kanë shkuar pjesa më e madhe e botës, por do vërtet i rregullosh vetë gjërat e tua, nise këtu, rregullo mendimet e tua dhe pikërisht duke i vënë mendimet e tua në rregull, ti mundesh që të arrish të fillosh të manifestosh ato gjëra që ti dëshiron. Dhe duke ditur kryesisht se çfarë dëshiron vërtet në jetën tënde, ti do të arrish ta shfaqësh këtë. Por propozimi për martesë në këtë rast funksionon si një mënyrë që ty të heq pak atë presionin, atë ngutjen për të pasur diçka ose për të pasur përgjigjen për gjërat që do. Si funksionon? Funksionon në këtë mënyrë. Nëse ti ke vendosur që të ulesh edhe të manifestosh edhe të shkruash gjitha gjërat, pikërisht bëhet një krahasim me faktin që ti mund të kesh një të dashur, si për gocat edhe për djemt. Dhe pikërisht ti ke këtë një ritëm mrekullueshëm, të trajton shumë mirë, je 100% e bindur që ky njeri është i duhuri, që nuk të tradhton, që të dashuron me gjithë shpirt, që është perfekti për ty, në rregull. Ky djalë në këtë rast, ose po, kryesisht djemt janë ata që propozojnë për martesë, ky djalë pikërisht do të propozojë ty për martesë. Ose në rastin e djemve, për shembull, e dashura ti e di shumë mirë që e dashura jote është kaq perfekte në çdo gjë dhe e ndjen në një farë mënyrë që ajo do të bëjë një surprizë. Por që ti vërtet të surprizohesh, që ti vërtet ta ndjesh atë elementin e surprizës, a do dohet ti ta dije? Pra edhe për ju gocat, a do doni ta dinit pikërisht momentin, datën, orën e saktë kur ai propozon për martesë, apo do dohet vërtet ishte një surprizë shumë e këndshme për ju? Pikërisht në këtë mënyrë ti lë të kuptoj manifestimin që ti po ja lë elementin e surprizës. Dhe zakonisht manifestimet, gjërat ndodhin pikërisht atëherë kur ti nuk e ke mendjen. Dhe ajo çfarë të duhet në këto momente është që ti vërtet i japësh pak besim universit, Zotit, që ta plotësoj dëshirën tënde dhe ndërkohë ti të kesh elementin e surprizës. Por nëse ti do jesh në mënyrë konstante, fjala vjen pasi ke bërë punën tënde, patjetër, sepse ti duhet të punosh në lidhje edhe me manifestimet, të ke qartësuar mendimet, i ke shkruar në letër, i ke ndoshta edhe ka manifestuar me ndonjë nga teknikat të cilat janë vërtet të shumta dhe unë i kam të gjitha në kanal, kështu që ju lutem thjesht kaloni te kanali Igena Neli, keni video dhe tek videot keni një listë të gjatë me teknika nga më të ndryshme të manifestimit, nga ato më të thjeshtat, nga ato që mund t'i përdorni çdo ditë, deri tek ato që të kërkojnë vërtet kohë që ti ulesh, manifestosh, të krijosh tabela vizioni. Por i keni të gjitha teknikat aty. Ideja është e atill që në momentin ju e keni bërë punën, nëse mund ta quaj kështu, sepse nuk është punë, kur e mendon që është thjesht të organizosh mendimet e tua dhe të shohësh se si dëshirat e tua bëhen realitet, pa qenë nevoja që ti të mundohesh fare,
është gjëja më e mrekullueshme që mund të ndodhë. Nuk e di nëse dikush do ta quante punë, por thjesht po e them në sensin që ti e ke bërë përpjekjen tënde, nëse mund ta quaj kështu në këtë rast. Dhe kur ti e ke bërë përpjekjen tënde, ti do presësh. Pra, duke mos dalë çdo ditë, duke mos kërkuar çdo sekond, duke mos thënë çdo moment, po unë nuk kam asnjë provë, po nuk kam asnjë gjë, po unë nuk kam këtë, po unë nuk kam atë. Duke bërë këtë gjë, ti e largon manifestimin tënd. Por duke i lënë universit elementin e surprizës, ti ke një mundësi që ta bësh të gjë të mrekullueshme dhe të marrësh në momentin më perfekt pikërisht gjërat që ti dëshiron. Dhe madje në fund, siç mund të ketë ndodhur, jam 100% e bindur që mund të ketë ndodhur që ti thjesht e ke thënë diçka, kam një lloj ndjesie që kjo gjëja do shkoj kështu, ose do doja shumë që kjo gjëja të ishte kështu. Dhe ti mund të kesh vazhduar me ditën tënde dhe krejt papritur kur mbas një muaji kjo gjëja plotësohet, dëshira jote, dhe ti thjesht thua, wow, ka dalë eksaktësisht ashtu siç unë e doja, është perfekte, është e mrekullueshme, është. Dhe krejt papritur, pavarësisht për një moment, ty nuk ta percepton dot truri dhe thua, wow, si ka mundësi që doli eksaktësisht ashtu siç unë e thash, dhe pavarësisht se ti habitesh nga kjo gjëja, pavarësisht se ndoshta mund të ketë ndodhur vetëm një herë ose nuk e di, ditën tjetër thjesht e ke harruar. E ke harruar se cila ka qenë në të vërtetë gjëja që ka vënë në lëvizje të gjithë universin, është dëshira jote e shprehur dhe e lënë në besim. Në një farë mënyrë ti duhet ta lësh në besim atë dhe të presësh pastaj elementin e surprizës, se mund të plotësohet brenda ditës, mund të plotësohet mbas një jave, mund të plotësohet mbas një viti që të surprizon akoma edhe më shumë. Ideja është e tillë që pikërisht në këtë momente ti duhet t'i japësh hapësirë besimi vetes tënde dhe ta lejosh veten të jetë hapur ndaj elementit të surprizave. Një mënyrë vërtet shumë interesante, kam parë këtë në internet dhe kam parë që e përdorin shumë influencer manifester, nëse mund ta quaj kështu, është një lloj mund ta quaj një lloj kategorizimi i veçantë për manifestueset që edhe ndikojnë, domethënë tek të tjerët me mënyrën e tyre se si kanë stilin e jetesës, me mënyrën se si arrin gjërat e tyre, duke treguar dëshmitë e tyre, gjë që është vërtet shumë e mirë sepse në një farë mënyrë interneti, lidhja që kanë arritur të krijojnë rrjetet sociale është e jashtëzakonshme për ndarjen e këtyre përjetimeve ose rasteve konkrete që njerëzit i kanë pasur në mënyrë që të ndikojnë ndoshta edhe për të bindur që të vjellësh vrerë, të jesh gjithkohës i natosur, të jesh gjithkohës duke menduar negativisht, nuk të çon asgjë. Prandaj duhet vërtet këtë lloj dëshmish nga këto persona që i kanë përjetuar vetë, që të ndihmojnë edhe ty që të mendosh ndryshe, qoftë edhe për një moment, thjesht sa për t'i provuar shijen e ëmbël, nëse mund ta quaj kështu, të jetës. Sigurisht duhet patjetër puna, asnjë nuk i arrin gjërat pa punuar, por me renditjen e mendimeve të tyre, çdo gjë bëhet më e lehtë. Çdo gjë bëhet më e lehtë. Dhe ideja është e tillë. Është një teknikë pra shumë interesante dhe unë dua ta ndaj me ju. Fillon kështu. Por vendos këtu që të jem lehtësisht e dëgjueshme. Unë manifestoj mrekulli në çdo moment. Dhe bëj një lloj masazhi shumë të lezetshëm te pjesa e kokës. Unë jam në linjë me të gjitha manifestimet e mia. Kjo është vërtet shumë interesante. Më duket sikur vërtet je duke prekur të gjitha ato pikat ku ndikon më shumë secila prej çakrave. Kjo është vërtet shumë interesante. Jam në linjë me të gjitha dëshirat e mia. Unë ndihem në linjë me të gjitha dëshirat dhe ëndrat e mia. Ndihem shumë në linjë, sidomos tek mollzat e mia që janë natyralisht pak të ngritura, kjo ndihet vërtet shumë e këndshme, shumë e këndshme. Dhe unë jam në linjë, ndihem vërtet shumë në linjë
me të gjitha ëndrat e dëshirat e mia. Jam shumë në linj. Faleminderit univers. Është totalisht në rregull për mua që unë të shijoj jetën time, të bëj qef me çdo gjë që dua dhe ndërkohë nga ana tjetër të manifestoj shumë para, të manifestoj shumë dashuri, të manifestoj sukses të jashtëzakonshëm në profesionin tim, të manifestoj çdo gjë të mrekullueshme që unë dua. Dhe ndërkohë të kënaqem, të bëj qef dhe çdo gjë të vijë me shumë lehtësi te unë. Sepse në fakt sa më shumë relaksohem, sa më shumë shijoj jetën, sa më shumë jam duke bërë vetëm gjëra që dua, aq më shumë fitoj. Fitoj në mënyrë të jashtëzakonshme, duke ecur vetëm në hapat e pasioneve të mia, dëshirave të mia, qefeve të mia. Kjo është vërtet e mrekullueshme. Fitoj pasuri, fitoj dashuri, fitoj sukses, çdo gjë të mrekullueshme, shëndet, duke bërë çdo ditë gjëra të mrekullueshme që unë dua. Pasuria me bollëk është gjithmonë duke më pritur mua, është gjithmonë gati për mua. Jam mjafton që unë vetëm të them, unë sot kam pasuri me bollëk dhe pasuri me bollëk vjen për mua pikërisht me shpejtësinë e dritës, me lehtësi të jashtëzakonshme, sepse unë manifestoj një manifestuese e fuqishme. Unë fitoj më shumë pasuri, dashuri, sukses, shëndet, sidomos kur jam duke u argëtuar me çdo gjë që unë bëj. Unë argëtohem dhe ndërkohë jam duke fituar. Unë ndihem shumë e sigurt kur marr miliona dhe miliona lekë. Unë ndihem shumë e sigurt kur marr një lloj dashurie që është totalisht e qartë për mua, që është totalisht e bindur që unë jam e duhura dhe përkryera. Unë ndihem e qetë dhe ndihem shumë e sigurt kur e di që vetëm sytë e duhur më shohin mua. Unë ndihem shumë e sigurt kur shpenzoj para për të plotësuar dëshirat e mia, për të ndihmuar njerëzit që unë dua. Unë kam pasuri me bollëk dhe nga xhepat e mi bekohen edhe të tjerët. Dhe kjo është vërtet e mrekullueshme. Unë manifestoj miliona paran edhe kur fle gjumë. Edhe kur fle gjumën jam duke manifestuar miliona e miliona para. Unë e çliroj veten nga çdo lloj ndjesie, turpi ose frike për të kërkuar të marr gjithmonë më shumë. Është drejta ime për të pasur vetëm më të mrekullueshmen. Prandaj unë e çliroj veten nga çdo ndjesi turpi. Dhe sytë e duhur janë gjithkohës duke më parë mua. Kjo lloj prekje këtu krijon një lloj ndjesie të jashtëzakonshme. Është një lloj çlirimi që nuk e kisha provuar më përpara. Duket se muskujt e mi janë vërtet shumë të tendosur. Pra është pjesa në sietull këtu. Në brinj. Vetëm sytë e duhur shohin mua. Mrekullitë e vogla dhe të mëdha më gjejnë mua. Çdo ditë ndjem për mrekulli. Kjo lloj teknika nuk e di sinqerisht se sa efektive mund të jetë. Është hera e parë që po e provoj dhe është vërtet shumë fan. Për të jep një lloj ndjesie shumë të këndshme. Kështu që unë sugjeroj thjesht duke parë këtë video ndoshta ose mund të kontrolloni sigurisht në internet. Do përpiqem të gjej dhe emrin, nuk e di se ka emrin fix kjo teknika, por do të përpiqem gjej emrin dhe do ta lë ose në përshkrimin poshtë ose këtu brenda në video në mënyrë që ta keni edhe ju për të bërë më shumë kërkime private, nëse dëshironi të kërkoni në mënyrë private në lidhje me këtë. Ideja është e tillë që në momentin kur ti ulesh për të manifestuar të duken të gjitha gjërat sikur
dua t'i provoj, dua ta di se si është, ose cila vallë mundet të më jap ato efektin më të mirë. Dhe me të drejtë kjo gjë, sepse ti po jep kohën tënde, por duhet thjesht të mendoni, nëse do të kishit humbur kohën tuaj duke ripar për të 45 herë një film, unë e bëj këtë gjë, jeni duke organizuar mendimet tuaja dhe jeni duke punuar për një ditë më të mirë nesër, dhe mendoj se kaq është më së mjaftueshëm që të jetë shpërblimi juaj pikërisht në çdo video manifestimi që ju shihni. Për mendimin tim, shpërblimi është jashtëzakonshëm. Dhe dua që t'ju rikujtoj edhe një herë që pavarësisht çdo lloj video që ju mund të shihni, e di kam parë edhe këtu komente të tipit cila është teknika më e shpejtë, më urgjente, ne këtu nuk po mësojmë magji, black magic, nuk e di çfarë janë gjëra të tilla të cilat ndikojnë tek të tjerët. Ti këtu mëson që të rritesh në mendjen tënde, të rritesh, të bëhesh njëri i duhur, i denj për shoqërinë, të bësh një njeri më i mirë për shoqërinë dhe të manifestosh gjëra që ti do në mënyrë shumë natyrale. Natyralja kërkon kohë. Mendojeni sikur po mbillni një pemë. A do t'ju jap ajo fruta sepse ty të kanë ardhur miq dhe të duhen patjetër fruta? Nuk mundet të t'jap pema fruta nëse ti e mbolle dje. Por ti duhet punosh sot që nesër mbas nesër në mos ti një prit e tu të arrin të marrin gjëra të mrekullueshme pikërisht nga kjo pemë. Duhet të bësh punën dhe duhet t'i japësh edhe kohë. Është vërtet thelbësore që t'i japësh kohë. Dhe krejt papritur, atë pranverë të jashtëzakonshme, ti do shohësh lulet e bukura që çel ajo pemë dhe do shohësh edhe pikërisht frutat që ti do marrësh nga kjo pemë. Dhe pikërisht vetëm fakti që ti ke pritur, elementi i surprizës është akoma edhe më i veçantë dhe sublim në këto momente. Prandaj jepini kohë manifestimeve për të dhënë efektin e tyre. Nuk ka asgjë që mund të arrish si me magji. Magjia ekziston që nga momenti kur ti hap syt dhe ti sheh një qiell kaq të bukur, çdo gjë, nëse ti do kërkosh magjin në natyrë, në njerëz, në çdo gjë ka magji. Por disa gjëra nuk mund të ndodhin si me magji. Prandaj jepini kohë manifestimeve tuaja, mbajini zemrën të hapur për të marrë gjithmonë mrekulli. Të shihemi në videon tjetër.